Ish kryeministri Sali Berisha ka dalë një sër denoncimesh të forta lidhur me procesin zgjedhor të 11 majit në Tiranë, duke cilësuar atë si farsën më të shumtuar elektorale në Europë që nga rënja e pirtës së hekurt. Në një deklaratë për mediat, Berisha publikoi pamje dhe pretendoi se Partia Socialiste kishte ngritur qendra votimi paralele, ku sipas tij operonte treni bullgar një skemë për blerjen dhe manipulimin e votave. Ai akuzoi zyrtarë të lartë të qeverisë për përfshirje në këtë operacion, duke i quajtur klandestin që drejtonin nga zyrat e fsheta. Mercenar të paguar bëjnë çdo gjë që të justifikojnë dhe të servirin shqiptarëve farsën elektorale si proces zgjedhor. Këta edhe njerë në minimum mercenar që nxin letra, shkrime, artikuj e të tjerë, janë mashtrues, kongenital dhe falsifikator të paskrupullt. Ata duhen të paraqesin, duhen të gjejnë në universin e farsës ishuj në të cilët pretendojnë se ishte paqja në zgjedhje. Sipas Berishës, zgjedhjet në Tiranë janë dominuar nga grupe të strukturuara kriminale, të cilat kanë kërcënuar dhe bler votues në ndrejtimin e bandave si hakmarrja për drejtësi dhe segmente të grupit të Emiliano Shullazit. Ai përmendi emra konkret dhe akuzoi qeverinë se ka bashkëpunuar me element kriminal për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Tirana ishte ngërthyer në darën e krimit, tha ai, duke theksuar se operacioni zgjedhor është zhvilluar në kërcënimin e dhunës dhe shantazhit. Kjo, Enteleda Imera, drejtoresh qendrore e inovacionit, nxirë edhe një atë fytyrën e saj me kapuçon, se kërkon të maskohet. Vazhdo. Ja. Një kriminele me detyra të larta dhe si ambathin. Shikoni si ikin. Po. Jo duke se me qenë kokona, po nuk dini se është ajo apo tjetër. Të paktën gjë. Po këto kush e merr vesh? Famozja. Berisha bëri të ditur se Partia Demokratike do të përgatisë një raport përfundimtar mbi parregullësitë dhe shkeljet gjatë zgjedhjeve, i cili do të dërgohet në të gjitha kancelaritë dhe institucionet ndërkombëtare. Ai theksoi se ky raport është një përpjekje për të dokumentuar farsën elektorale dhe për të kërkuar reagim ndërkombëtar ndaj asaj që cilëson si krim zgjedhor të organizuar nga qeveria. Berisha shtoi se çdo kandidat që kërkon transparencë do të mbështetet nga partia duke e distancuar nga, siç tha ai, standardet e Edi Ramës që ndalojnë hetimin dhe verifikimin.